prisha herën e funit në mars në Shqipëri, të mora me numrin tim, nuk u përgjigje, të mora me numër tjetër pa njoftur mu përgjigje direkt. Edhe më the do vi mas një ore të zyra, të prita edhe një orë ma tepër, nuk u përgjigje ma tepër. Arben, pretendimet e tua, unë do t'i verifikoj. Ne nuk kemi lënë bashkë takime të tilla. Zotëria që po flet në telefon nga Italia, ku jeton prej 30 vitesh bashkë me familjen, quhet Arben Prendi. Dhe zonja që po i përgjigjet është avokatja e tij e besuar. 12 vite më parë, ashtu si shumë shqiptarë të tjerë emigrant, ai vendosi të blinte një pronë në vendin e tij. Një apartament në Durrës, në Volga. Po mora tek një subjekt privat, që ky subjekti privat e kishte blerë kompanisë që bante ndërtimin Teuta Konstruksion. Personi ku ti e bleve banesën si quhet? Tonin cila kishte blerë përmes punëve që kishin bën nga që kishte një firmë ndërtimi. Ky vendos që tash ishte hyra në kontakt me ta, e bleva u rregulluam gjithçka, morë bën pagesat në bazë të akordit që bën me të, ndërsa me akt notarial përballë notarit, edhe një kist i vogël i shumës u marrit me qëllim që kur ai të më japë certifikatën e pronësisë, do t'i kalonte edhe kistin i tjetër. Sa para pagove ti fillimisht? 105.000 euro. 190.000 euro. Kësti i fundit që të ngeli për ta paguar në momentin që të merret certifikatën? Ishte të 10.000 euro. Po dilin certifikatat e pronësisë. Edhe pronari i Teuta Konstruksion po më thirrte çdo muaj. Thirrë, hajde bani dokumentat se ka dalë ajo leja nga bashkia për të bërë certifikatat e pronësisë. Por kur mendoj se marrja e certifikatës do të ishte një formalitet, ndodh çudia. Nga viti 2013 që është bërë kontrata paraprake e shitjes, ky person, mas 4-5 vitesh, e kërkova me numër telefonit që ai më la, po nuk u bë më gjallë fare ky person. Unë kisha një avokat, i tregova çështjen, kështu është problemi. Edhe në rregull, s'ka asnjë problemi, do ta kërkojmë, do ta njegim. Kush është avokati Arben? Brunilda. Zonja që u shfaq në fillim të kësaj historie, e cila u tregua shumë e gatshme për të zgjidhur problemin. Prandaj, në nëntor të vitit 2022, Arbeni së bashku me gruan e tij, Enerieta Prendin dhe avokate Brunildën, lidhen një kontratë shërbimi. Në të njëjtën kohë, Arbeni dhe bashkëshortja i dorëzuan avokates në fjalë 8.000 euro për punën që ajo do të kryente. Për sa e besueshme ishte kjo avokate? Si avokate kam patur 2-3 vjet më parë. Edhe nga që ne jetojmë në Itali, nuk ka se njohim atje dhe ju drejtova prapë kësaj. Me që kjo u njihte edhe me notaren e firmës Teuta Konstruksion. Nga 2022 i shkruaja çdo vit si po vepron, a është gjetë personi, a nuk është gjetë personi, jo po kam ndrru vend gjykata, jo po kam ndrru zyrën ujë, jo kam mamin e smuj, jo kam qenë vetë e smuj, vetëm justifikime. Justifikime të cilat Arbeni ka regjistruar. Mirëmbrëma avokate Brunilda, uroj që t'jesh mirë familjarisht. Alfonsi më ka dërguar këtë njoftim. Në këtë rast si do të veprohet? Faleminderit. Nesër po kontaktoj direkt që në mëngjes për një zgjidhje ekstra. Aman sa më shpejt ta mbyllim këtë çështje se nuk i dihet çfarë ndodh. Do shkoj të takohem urgjent me Alfonsin. Arben, unë të nesërmen shtrova mamin në spital se është monitorim prej zemrës, e ka bërë një ndërhyrje elektrike. Tani është stabilizuar dhe nxjerrim pas nesër. Unë mundova të lidhesha në telefon me Alfonsin, por model jashtë shërbimit. Mirëmbrëma Brunilda, prita se më the që do të më telefonoje sot. Në çfarë mënyre u zhbllokua hyrja? Arben, ne dje kemi qenë te spitali QSUNT në Tiranë dhe Ultiana ka qenë vetëm pak kohë në zyrë. Nesër do të marr unë direkt nga zyra e saj të sqaroj se si ta kalojmë apartamentin në emrin tënd me detaje. Por këto probleme personale të avokates sollën vonesat të procedurave, gjë që rrezikoi seriozisht sekuestrimin e apartamentit. Shtator, tetor, se mos gaboj, të 2024 me lajmëron në mënyrë shoqërore administratori i Teuta Konstruksionit, thot Arben, o hajde thot, ose shtëpia iku thot e mori shteti për arsye se ne do të deklarojmë mbyllje të punë. Hyrja jote thot në pallat që nuk është legalizuar akoma thot. Dhe këtu 54 vjeçarit ju desh të lëvizte çdo gur për të zgjidhur hallin. Ai kontaktoi direkt me noteren dhe administratorin e kompanisë Teuta Konstruksion. I pagova unë ato që do t'i pagunte tonin firmës konstruksionit, u liru gjithçka, mora certifikatën e pronësisë, në momentin që mu donte certifikata e pronësisë, do t'i paguaja noteres unë 3.000 euro vetëm për taksat. Në këtë moment ishim në kontakt edhe me avokatën, edhe thashun ti shikove shumë sa më kërkoi noterja për taksat e për letrat që do bler. Po,
Atë thash do të më ashtu 3.000 euro, thash pjesën tjetër do të ma dërgjosh. Thash për arsye se u mbyll kjo çështje. Edhe faktikisht ja dha noteres, këtë moment i thash asaj, më ban edhe llogarinë sa është, edhe pjesën tjetër ma kthem rapsht. Janë lekët e mia. Sipas asaj çfarë pune kishte bërë ajo? Kam qenë në gjykatë, nuk e di se ka qenë në gjykatë, nuk e di se ka hapur gjyq. Unë nuk kam asnjë lloj argumenti, asnjë lloj dokumentacioni që më ka thënë se ja ku i kam që kam dërzuar diçka në shkresë ose diçka në gjykatë, fare, zero. Edhe pse unë kam insistuar, kam kërkuar gjithmonë vazhdimisht. Jo kam mamin e smun, jo vetë smun, jo konate i smun në Stamboll këtë janë në trash. Në një situatë kur bëhej fjalë për emergjenca shëndetësore, Arbeni u tregua mirëkuptues deri në një pikë. Por në ajo ditë që unë jem takuar me noterja, që ka dërzuar 3.000 atë ditë mrapa, nuk më shpërgjigj më. Isha tani në pranverë në Shqipëri, e mora në telefon me një numër telefoni shqiptar, një shoku, edhe pa dashje u përgjigj, se nuk njofti numrin, nuk e ditë se kush ishte. Unë tha po, për një orë do vi te zyra, të sqaroj. Kalon 2 orë, nuk u paraqit aty, nuk u përgjigjte më në telefon. Unë nuk e di se sa ka shpenzuar, sa i përkasin asaj, si punë që ka bën. Edhe sa do të kthejmë mbrapsht. Do me thënë, në biseda telefonike ti nuk e asnjë përgjigje prej Brunildës, avokatës? Absolutisht. I kam shkruar edhe një çerçaf nga momenti që jam lidh me ta për gjitha shpjegimet që i kam kërkuar, s'ma shpërgjigj asnjëherë, zero. Pa përgjigje. Në këtë mesazh, 54 vjeçari i la afat avokatës deri në datë 10 maj për të marrë shumën e tij mbrapsht, por pa rezultate konkrete. Një indiferencë që e ka lënë pa fjalë këtë zotëri, i cili ka pritur me durim për vite me radhë. Unë duhet që të më kthejnë lekët e mia mbrapsht. Nëse ajo pretendon se ka bën një shërbim, më argumentojë se ka bën atë shërbim, jam dakord. Paguaj edhe shërbimin që ka bën. Më duket paksa jashtë logjike që të marrë lekët kot. Nuk ka se jam rrugë madhe këto lekët. Lorena nga emisioni Piranjat. Ne kemi ardhur këtu për zotin Arben Prendi. Kur do ja ktheni shumën që detyroheni për shërbimin që nuk keni kryer? Në lidhje me këtë zotëri, më duhet të kemi kontakt me vetën, edhe të sqaroj. Arbeni është këtu. Arben, si kalove? Si kalove? Atëherë, ne kontaktin bashkë kemi pasur edhe nëpërmjet noteres dhe bashkë kemi pasur edhe kontakt në lidhje me çështjen që kemi marrë përsipër. Dhe në momentin që kur keni ardhur nuk kam qenë këtu dhe kjo ka qenë arsyeja që ne kemi kontaktuar. Ideja është Arbeni ju ka shkruar një mesazh dhe ju ka thënë që deri në datën 10 maj Arben në mos gaboj ke lënë afat të më kthesh detyrimin. Atëherë, unë e sqaroj Arbenin që nuk kam qenë këtu. Gjatë kësaj periudhe kam pasur në prerje për arsye shëndetësore të një familjarit tim. Është numri i punës dhe unë jo në çdo moment mund të jem në punë, por kur kemi hallet tona familjare, normalisht me të gjitha jemi dhe njerëz kemi detyrime. Mirë kuptohet çdo kush që ka probleme shëndetësore apo familjare, por kur lihet takim dhe zhduke shpalën gjurmë, për më tepër duke mbyllur telefonin, atëherë na lënë drejta të dyshojmë se ka mungesë dëshire për të kthyer paratë një pune të pakryer. Me që pretendon se telefoni është i punës, kemi raste tua familjare, se ti kur isha herën e fundit në mars në Shqipëri, të mora me numrin tim, nuk u përgjigje, të mora me numër tjetër pa njoftur mu përgjigje direkt. Edhe më the do vi mas një ore të zyra, të prita edhe një orë më tepër, nuk u përgjigje më tepër. Arben, pretendimet e tua, unë do t'i verifikoj. Ne nuk kemi lënë bashkë takime të tilla që ne të raportonim në momentin kur ti vije nga Italia dhe të dakordsonim takimin tek zyra. Arbeni të caktoj një datë dhe ne së bashku mund të vazhdojmë ndërprerjen e kontratës së shërbimit pranë zyrës sime të avokatisë. Unë jam i gatshëm që ti më thu se këtë punë javë, është në Shqipëri, unë në Shqipëri. Ajo kontrata si të zgjidhet ajo kontrata? Arben, kontrata është një akt në momentin nga data 4 janar, ajo kontrata është zgjidhur. Arben, kontrata është një akt juridik. Ashtu siç ndërtohet në bazë të vullnetit të palëve, ashtu dhe duhet të zgjidhet. Në këtë kuadër do bëjmë dhe llogaritjen e veprimeve të bëra nga ana ime dhe diferencimin e shumës secila absolutisht do t'i kthehet Arbenit. Shërbimet argumentohen, Arben, atëherë. WhatsApp nuk e kthej përgjigje asnjëherë, Arben, nuk ti mund të pretendosh Arben që unë mund të kthej përgjigje kur mund të jam në zyrë. Ne kemi vite që bashkëpunojmë dhe në këtë kuadër ne do të sqarojmë aspektin juridik. Ky sqarim në aspektin juridik nënkupton zgjidhjen e kontratës, të cilën avokatja e dërgoi menjëherë pas këtij takimi, ndërkohë që pak ditë më vonë Arbeni udhëtoi nga Italia për të paraqitur në zyrën e saj e për të marrë shumën që i takonte. Firmosëm atë kontratën me valike që kishte përtorzuar 4.600 euro sa kishte llogarita jo.